Besimi, shkenca dhe arroganca, një reflektim mbi urtësinë e heshtur. Në një nga udhëtimet e mia të shumta me tren, u gjenda përballë një të riu me sy të mprehtë dhe mendje të ndezur nga drita e dijes se sapo fituar. Ishte një student i etur për të diskutuar, për të vënë në provë mendimet e të tjerëve, ndoshta edhe për të provuar veten. Ai më vështroi ndërsa lexoja Biblën dhe, me një buzëqeshje të përmbajtur por përçmuese, më pyeti: "A beson ende në për Allah, Zoti im?" Kjo pyetje është më shumë se një fjalë. Është pasqyrë e një epoke ku shkenca dhe feja përplasen si dy lumenj që rrjedhin në drejtime të kundërta. Por kjo përplasje është shpesh një iluzion, krijuar jo nga thelbi i tyre, por nga mendjemadhësia e njerëzve që duan të ngjiten në piedestal, duke përçmuar çfarë nuk kuptojnë. Unë jam shkencëtar. Jetën time ja kam kushtuar kërkimit të së vërtetës në fushën e mikrobiologjisë. Kam zbuluar ligje që shpëtuan miliona jetë. Kam ndërtuar metoda që i dhanë shkencës një armë të fuqishme kundër sëmundjeve. Por në zemrën time nuk kam pushuar kurrë së besuari. Shkenca më mësoi për mrekullitë e natyrës. Feja më mësoi për mrekullinë e jetës. Kur shikoj një bakter në mikroskop, shoh një univers të tërë në një pikë uji. Kur shikoj një nën që lutet pranë shtratit të fëmijës së saj të sëmurë, shoh një tjetër lloj mrekullie, një që nuk mund ta matësh me instrumente, por që e ndjen në shpirt. Studenti që më quajti njeri pa kulturë për shkak se lexoja Biblën nuk ishte fajtor. Ai është produkt i një shoqërie që i mëson të rinj të ngatërojnë dijen me mençurinë. Dija të jep fuqi. Mençuria të mëson kur ta përdorësh. Dhe mbi të gjitha, të mëson të heshtësh kur të tjerët flasin me shurmë. Në një botë që vrapon pas titujve, lavdis dhe pamjes së jashtme të dijes, le të mos harrojmë se njeriu i mençur shpesh zgjedh të duket i paditur, vetëm për të kuptuar më mirë zemrën e tjetrit. Morali nuk qëndron në triumfin e një mendimi mbi tjetrin, por në përulësinë që duhet të shoqërojë çdo kërkim të së vërtetës. Sepse, në fund, qoftë përmes mikroskopit, qoftë përmes lutjes, ajo që kërkojmë është e njëjta gjë, kuptimi i thellë i jetës. Dhe për këtë, ndoshta na duhet pak më shumë përulësi dhe pak më shumë dashuri. Prof. Dr. Louis Pasteur, frymëzuar nga historia dhe filozofia e tij.